disoni jemi së bashku, të shoqëruar në shoqërinë e zotit Gent Progni, çfarë mund të themi më tej? Po, në fakt Gent Progni ka qenë një nga personat që ka qenë ditën e parë të protestës. Para pak minutash kishte një incident të regjistruar tek parlamenti ku u ndërhyrë forcat e policisë dhe një për personave në fakt që ka qenë një forcë e shtuar e policisë ka qenë pikërisht Gent Progni. Gent, mund të na sqaroni çfarë ndodhi konkretisht tek parlamenti? Ne nuk bëm asnjë provokim, thjesht hodhëm vezë drejt makinave të deputetëve. Ata kishin si qëllim pikërisht të më arrestonin mu për shkak se Rama ka postuar një foto sot timen në rrjetet sociale dhe ata thonin kape Gentin. Nuk e di, do me thonë çaj shqetësoj ka shumë që i hodhën vezë makinës e Erion Braçës. Nuk e di, ky opozitar i fshet, pas kam pas policia kaq për zemër. Realisht nuk i provokum, ne vetëm e vezë ishim. Na morën zvarr, ngrisën pantallonat, unë sapo ndrova tani në një dyqan rrobash. Realisht nuk e kuptova pse e bën gjitha të skenë, sepse turma u rradhua, deputetët po iknin dhe ne ishim gati në mbylljen e protestës dhe për ta vazhduar në orën 7 sot. Na provokuan pas një provokim dhe ju betohem na kanë qelluar me grusha, na kanë hedhur Sprite, i kemi duart e kuqe, qafën e kuqe. Realisht po provokojnë vetë, po eskalojnë vetë dhe jemi mundu me të gjithë forcat që ta mbajmë paqësorë. Ndoshta ishte një lëvizje juaj e zgjuar deri diku për të qëndruar tek parlamenti dhe kjo i ka irrituar si punonjësit policisë ashtu edhe deputetët që ishin brenda. I ka irrituar sepse ne i gjetëm një derë sekrete te Kalaja Tiranës që e bllokuam me vazo me lule dhe ndoshta kjo i ka irrituar se nuk po iknin dot frikacakët. Besoj kjo ju ka dhënë forcë për të vazhduar më tej. Normalisht edhe më shumë. Faleminderit. Faleminderit.